Sot dua të bëj një pyetje. Çfarë është dashuria për ty? Si e kupton dashurinë? Dashurinë për veten tënde dhe dashurinë për të tjerët. Bëj këtë ushtrim me njërën dorën e majtë në zemër dhe dorën e djathtë te kërthiza, merr frynfell, me unë dhe liro me gojë. Bëhet 3 herë këtë pyetje, qëndro në qetësi dhe shkruaj përgjigjen. Do dëshiroja të ma shkruani këtu në komentet në YouTube, te Flutra me Fat 333 dhe në rrjetet sociale. Gjithashtu, dua të bësh prap vetes tënde pyetjen. Sa herë bën sabotazh veten tënde dhe a e lejon veten të shijoj çdo gjë në jetë? Dhe këtë dua t'ju them se pavarësisht me shumë terapitë që kam bërë, dje kuptova se një pjesa ime e brendshme e në ndërgjegjes akoma kishte një hije, një errësirë e cila bënte sabotazh vetes sa herë që ajo fillonte të shijonte dhe të gëzonte. Dhe kjo shpeshherë, prandaj mos u tremi, nuk është juaja. Është ajo që ke parë në familjen tënde dhe modelin e dashurisë që ke patur në shtëpinë tënde, familjen tënde, tek prindrit, sepse dashuria e njerëz të bukur nuk mësohet me fjalë, por dashuria thjesht shikohet dhe përjetohet nga prindrit dhe nga njerëzit që janë pranë. Për të gjitha këto, do flasim nesër, data 27 dhe do bëjmë terapi në Zoom falas dhe do merrni të rerit rrite të fuqishme për të realizuar dëshirat tuaja dhe të dilni nga sabotimi që i bëni vetes tuaj. Kërkoni link falas tek telefoni 0030 699 321 4637. Do ta jeni telefonin të shkruar dhe këtu lart tek videoja dhe poshtë tek përshkrimi. Ju mirëpres të gjithëve, jemi në një kohë që bëjmë ndryshim. Në qoftë se je gati për ndryshim, eja edhe ti, sill shokët e miqtë, familjarët, shpërndaje këtë video dhe shpërndaje dhe linkun sepse është falas dhe është një mundësi të bëni diçka për veten. Ju dua shumë, ju përshëndes dhe ju mirëpres nesër në platformën Zoom në orën 8 në darkë me orën e Shqipërisë dhe 9 me orën e Greqisë. Ju dua shumë. Ju faleminderit.